Ndër personazhet historike më interesante, jo vetëm të Iliris, por të gjithë botës antike, është mbretëresha Teuta. Pavarësisht se të dhënat që na vinë për jetën e saj nga burime antike janë fare të pakta, ashtu sikurse dhe koha e qëndrimit të saj në krye të mbretërisë ilire ishte tepër e shkurtër, Teuta renditet midis grave më të rëndësishme të gjithë botës antike. Nuk është rastësi që pikërisht në kohën e mbretërimit të saj, që në fakt u ndërprer në mënyrë brutale e të parakohshme nga ndërhyrja romake në Iliri, mbretëria ilire arriti zgjerimin më të madh gjeografik, duke ushtrirë nga Neret të në veri të Ballkanit e deri në Ambraki në jug, thot Marin Haxhi Mihali, profesori i historisë antike në Fakultetin e Histori Filologjisë. Haxhi Mihali shprehet se gjatë mbretërimit të saj, mbretëria ilire njohu një rrëllëzim të madh. Gjatë mbretërimit të Teutës, ilirët arritën një bilanc të jashtëzakonshëm, duke përmbyshur ekuilibrat që ekzistonin që nga koha e Pirros. Ata morën në kontroll të gjitha qendrat strategjike, siç ishin qyteti Foinik, kryeqendra e lidhjes epirote apo ishujt e Kërkyrës, Korfuzi i sotëm. Jashtë kontrollit të mbretërisë ilire, mbetën vetëm kolonitë greke të Isës, Dyrrau dhe Apollonis. Këto fitore erdhën si rezultat i veprimeve të vendosura luftarake, si në tokë ashtu edhe në det. Historiani Pierre Caban shkruan se depërtimi i ilirëve në Epir dhe marrja në vitin 230 para erës së re e Foinikës, njërit prej qyteteve më të rëndësishme të Epirit nga ana e ilirëve të Teutës, të kujtojnë trimërinë e Bardhylit, që mundi molosut në vitin 385 para erës së re. Vion historiani. Marin Haxhi Mihali, profesori i historisë antike në Fakultetin Histori Filologjisë, thot më tej se përpos të dhënave të tërthorta që janë nxjerrë në lidhje me aftësi drejtuese të mbretëreshës Teutë, ekzistojnë shumë pak të dhëna mbi personin e saj. Disa burime romake përpiqen të denigrojnë figurën e saj. Kështu për shembull, Apjani flet për karakterin e saj prej gruaje mendje lehtë, por duhet pasur parasysh se historiografët romak denigrojnë në mënyrë konstante të gjithë armiqtë e Romës, pothuajse pas një përjashtim. Kështu që në këto kushte, ky pasazh duhet të merret me rezerva. Nga ana tjetër, faktet e luftës përshkruhen në mënyrë më reale, kështu që pohimi historiani tjetër romak, Florit, mbi ashpërsinë e sjelljes së ilirëve të udhëhequr nga Teuta, nuk duhet të ketë qenë shumë larg së vërtetës. Ambasadorët tanë që me të drejtë u ankuan për mizoritë e tyre, ranë viktima jo të shpatave, por të sëpatave, kurse kapitenët e anijeve u dogjën të gjallë. Kulmi ishte se urdhrat jepeshin nga një grua, thot historiani. Në lidhje me figurën e mbretëreshës në krye të ilirëve, sipas historianit, ajo që duhet nënvizuar është fakti se kjo grua e fortë arriti të imponohej edhe në çështje të luftës, të cilat historikisht kanë qenë thuajse në të gjithë popujt e botës ekskluzivitet i burrave. Prania e një gruaje në nivelin më të lartë të shtetit ilir, pikërisht në momentin kur mbretëria ilire ishte një ndër shtetet më të fuqishme të Mesdheut, flet për pozitën e gruas në shoqërinë ilire, që ishte shumë më e përparuar se sa ajo e grave të popujve të tjerë të antikitetit, përfshirë këtu edhe Greqinë dhe Romën, përfundon historiani Haxhi Mihali.